Nderimet më të mëdha për të gjithë ju që shndruat vitin 2025 në vitin tuaj, në vitin e diasporës shqiptare. Një falënderim të madh shkon për miqtë tuaj italian, për kombin italian. Viva Italia! Vërtet kaluam një proces rithemelimit të vështirë. Miq tan italian, udhëheqës dhe përfaqësues të Forca Italia, qëndruan me Partinë Demokratike, na dhanë zemër, na mbështetën. Unë vite ju me 3 lajme. Të hënën që kaloi, u prita në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. Informova se nuk ka dhunë politike, nuk ka bandit dhe banda që mund të mposhtë shqiptarë në diasporën në Itali dhe në botë. Se ata me 11 maj firmosin fundin e Edi Ramës, fundin e narkodiktaturës. U zhvilluan digjesa për Shqipërinë, kushtuar totalisht zgjedhje të 11 maj. Parlamentarët evropian, njëri pas tjetrit denoncuan dhunim në zgjedhje të shkuara nga armiku i Voslir Edi Rama. Por sot Europa i ka sytë e tëra tek 11 maj, tek fitoria juaj. Lajmi tjetër, çelja e fushatës, hapja e fushatës elektorale të këtyre zgjedhjeve. Ajo çelje madhështore e pa parë në 32 vite, i ka rrejt në zemra dhe mendjet tuaja. Ishit ju që shpërthyet në entuziazmin më të papërmbajtur në takimet që pata në këtë vend me ju. Shqiptar do t'i përshëndeste njeriu i cili kishte qenë bashkarkitekti i rikthimit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit, presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Chrysler Civita. Nuk erdhi as për para, as për influenca, sepse opozitat tjera më të mëdha se jona, më të fuqishme, i kishin bërë dhjetra oferta. Aja ndjeu se Sali Berisha dhe Partia Demokratike duhet të ktheshin pushtet. Ne paraqitëm program në Shqipërisë madhështore. 200 euro do t'jetë minimumi jetik, 500 euro do t'jetë rroga minimale, 1200 euro do t'jetë rroga mesatare, 5 vite pa taksa për ju. E mbyllen programin me vallën e hajdutit, duke u thënë shqiptarve se u kem vjedhe do t'u vjedhni, dhe u themun sot, 11 maj po vjen, është fundi juaj, ligji ju pret. U tuni dje shqiptarve dhe sot, pasaportë europiane Edi Ramës, ka ftyrën e Taulat Ballës, ka ftyrën e ti, ka ftyrën e Jon Velis, pasaportë e ti është mashtrimi i fundit që s'ka shqiptar që e beson. Ju bëj thirrje ju, të gjithë qytetarëve shqiptarë në Itali dhe kudo që janë, të votojnë ndryshimin, të votojnë rotacionin, të votojnë njishin. Noi siamo uno. E il numero del sole është numri i fitimtarve, është numri juaj, është numri i fatit të Shqipërisë.